kënaqësinë që të kem në lidhje direkte zotin Sazan Guri. Sazan, përshëndetje. Përshëndetje. Kënaqësi që të kam të ftuar sot. Falenderoj dhe unë. Doja ta filloja këtë diskutim duke qenë se pjesa e ushqimit është shumë e rëndësishme, le të themi në kohët që jetojmë. Si mendon, apo ham sot më shumë ushqim apo më pak lëndë ushqyese se sa 30 apo 40 vjet më parë? Shiko, tematika nuk është e keqe në krahasim me atë situatë që ndodhet Shqipëria, ku protestat, ku përpjekjet për një qeveri apo Shqipëri të së drejtës janë të mëdha dhe të diskutosh për ushqimin nuk është keq, sepse ushqimi të bën të mendosh në mënyrë të ekuilibruar, ashtu si ushqehesh, ashtu dhe njeriu mendon. Kështu që nuk është temë e keqe kjo që ju keni ndërmarrë, dhe duke qenë se unë kam hartuar një libër që quhet Psikologjia e ushqyerjes, dhe në titull ka të shqyesh, të hash apo të ushqesh. Kjo bile është përgjigja e pyetjes suaj. Me vërtet ju trajtua në një formë me një rrjesh të përmbledhur që të hash apo të ushqesh, në kuptim ishte pyetja, dhe unë them që më përpara hani më pak, po ushqeshim ndoshta më mirë. Nësa sot ham më shumë, po ushqehemi shumë pak. Mënyra, stili i ushqyerjes, kjo gryksia për të ngrënë, duke menduar që ngrënia është në proporcion me atë që quhet një karakter njeriu, që nga ajo që kanë ndetë shumë kohë pa ngrënë, kërkojnë të hajë sa më shumë. Në fakt, ngrënia është proporcion me mendimin, si e mendon veten. Dhe njeriu zgjedh që të hajë, shumë herë zgjedh që të shqyej dhe të ushqehet pak. Kjo është një prishje e ekuilibrit edhe në formën e trupit, edhe në formën e të menduarit. Po kjo është një përgjigje e parë. Kuptoj. Pra le të themi në kohët më përpara njerëzit hanin më pak, por ushqeheshin më shëndetshëm. Ushqeheshin shumë, po. Ajo ishte shëndetshëm sepse nuk njiheshin pesticidet, nuk njiheshin. Njeriu hante pak edhe nga të pasurit pak. Edhe kjo, por unë di që danezët që ushqyen shumë pak në luftën e dytë botërore kishin sëmundje më pak. Kështu merret një krahasim, ndoshta edhe çekët, ndoshta edhe popujt e tjerë. Po danezët u pa që në luftën e dytë botërore kishin shumë pak të hanin. Dhe shkuarja në spital ishte shumë herë më e pak. Pra, ka një lidhje nëpërmjet jogës, që yoga të mëson, ka shumë teorira të mira yoga, dhe të mësonte që bile ka dhe një shprehje në mozaikun e Mesaplikut në Vlorë, a pak ke të ash. Pra, ngrënia pak duket sikur është në disproporcion me të mbajtur e trupit, po varet si e mendon. Dhe njerëzit që han pak janë më të shëndetshëm, në fakt. Janë më të ushqyeshëm, se ai që ha pak edhe zgjedh. Nëse ata që han shumë e përlum, që e din se po të ha shumë ke energji më shumë, ndërkohë lodh trupin, lodh stomakun, lodh mendjen që ta treski atë. E kuptoj. Pra ky është keq konceptim quhet. Në gjuhën e jogës quhet keq konceptim. Një konceptim i gabuar, urdhon. Si mendon, cilat janë ushqimet që ju do t'i shmangnit më shumë në tregun shqiptar? Dhe pse? Bukur, shiko, unë kam bërë një këtu në kopertin, që quhet një trekëndsh. I ushqyerjes. Unë e kam quajtur edhe më pak humor, trekëndshi Sazanian, sepse e kam shpikur vetë. Nuk është se e kam marrë nga interneti, se interneti është me 3-4, të kisha një Sirolab dhe ishte më mirë. Dhe është me 3-4 shtresa, në që këtu janë me 22 shtresa. Dhe shtresa e parë, kjo bluja, është pirja e ujit. Sigurisht jo me shumicë, po uji ka travetira, pijet me ngadalë, pijet në temperaturë me trupin, as më i ftohtë, as më i ngrohtë. Uji pijet sasinë që të kërkon trupi, që trupi të jep 100 shenja që të kërkon uji, nuk pijet as më shumë, as më pak. Pra ka ja 5 veti magjike. Po sidoqoftë, dita fillon me ujë. Pastaj vin grurit ose farrat. Farrat për shembull të gjitha llojet.
Po, vazhdojnë më lartë, farat. Bile farat janë baza. The seed në anglisht, por ne themi shqip shumë bukur, farmer, farmaci, nga fjala far që vjen. Dhe farat që ti me një ushqim, unë i përdor për vete, ja 10 lloj farash dhe i jetë 3, 4, 5 prej tyre jetë në një qoftë mëngjes, qoftë në drejt, qoftë në darkë e koj atë pjatë gjë, qoftë i tapkosi, qoftë e koj me këtë edhe vete shumë edhe ka të shije, po edhe të mbajnë. Pra fara ka energji të mbledhur, e gjeta fjalën, ka një energji të mbledhur, energji të kondensuar dhe të mbajnë shumë. Mund të qelloj që mua, për shembull, po ta mëngjesim me fara, qellojnë që drekën ta avon dhe kaq. Një vakte gjys, 2 vakte. Pastaj vinë më lart. Vinë llojet e disa lloje po, pjesa e tretë të kjo, ja ta lexoj sik. Vjen bulmeti. Bulmeti për shembull, po ti vësh re, europianët nuk e përdorin bulmetin. Prandaj edhe kur vinë në Shqipëri, nga ajo që nuk kanë enzimat e bulmetit, që është ushqimi i parë i njeriu, zakonisht parë për shpejt zële barku ose kanë probleme me tretjet. Pse? Se nuk kanë enzimat që shqiptari i ka. Prandaj edhe shqiptari është populli i vjetër që ka përdorur këtë 20.000 vjet, 25.000 vjet, mbas akullnajës, ka përdorur bulmetin e kafshëve, siç është lopa etj etj. Dhe shqiptari e ka akoma tradicional përdorimin e kosit, përdorimin e bulmetit atë me një lloj enzime që i tret enzimat e bulmetit si në ushqimet e tjera. Ndërsa një juaj, po t'i vësh re, ditë e para që gjithmonë do kenë probleme me tretjen, sepse nuk kanë enzima për pirë birë, po nuk kanë enzimat e bulmetit që është më e përgjithshme. Dhe trupi kur vuan, kur vete 50 vjeç, nga ajo që ka përdorur pije alkolike shumë, që unë i kam vënë këtu në maj, pijet alkolike, i ka tretur enzimat e trupit. Dhe njeriu 50 vjeç e sipër nuk ka enzima në trup. Nuk ka enzima, nuk ka çfarë tret. Prandaj edhe vuajnë edhe fillon ai të sëmurët edhe nga ngrenë buk, bie fjala, që bën këto sëmundje kanceroze në stomak, sepse i ka munguar stomakut enzimat që ai jep bulmeti, që ai jep gjaja freskët, ja jep fruta në pemë ka shumë enzima. Është tjetër gjë fruta në pemë, tjetër gjë fruta në orët e para, fiku në orët e para, dhe tjetër gjë ditën e dytë dhe ditën e tretë. Pra ndryshon sepse ikin enzima. Kështu që ka bën këto bulmeta. Pastaj më lart ka bën më lart zarzabatet dhe perimet. Frutat i kanë bën si ushqimi i përditshëm. Që ti mund ta hash sa duash, mund mos ngopesh, sepse ka një rregull te stomaku. Një porcion, 1/4 ujë, 1/2 ushqim dhe 1/4 është bosh që ajo të ushqimit të, nëse ne e mbushim stomakun 150%, në fakt do mbushur 70%. Që ta lësh bosh. Pastaj pas gjysore ti mund të përdorësh frutat, sepse nuk është mirë që kimia e frutave të përzihet me kiminë e ushqimit që në momentin e parë, mbas zakonisht frutën njeriu e ha gjithmonë në tavolinë mbas ushqimit, nuk është mirë. Është tjetër kimia e frutës, është tjetër kimia e ushqimit. Kështu që ri gjysorse edhe mund të hash fruta mbas ushqimit. Edhe gjitha këto bëjnë atë ushqimin që quhet ushqimi ditor. Pjesën e piramidës. E piramidës që vazhdon pastaj me fruta të thata, pastaj vazhdon lart me përdorim në mish pule ose peshkë, edhe në maj fare janë cigarja, me që më tha tyve që cila nuk duhet përdorur, cigarja, patatja e skuqur, e fërguar, patatja e fërguar, këto pizzeritë rrallë edhe po i quaj 2% e ushqyerjes, kështu e kam dhe unë, që 2% mund të shyesh, 18%, 15% mund gabosh, të hash, po të paktën 80% të ditës, të javës, të muajit, ti duhet të ushqesh. 80% e ushqyerjes tënde duhet të jetë ushqyerje me ushqimet to që thash, me ujin, me farat, me fruta, me zarzavate, me njërë një javë mishin e peshkut, njërë 2 javë mishin e pulës, pulë fshati, pulë më falë se nuk e them dot pulë kombinati, nuk e them doti, por mund të prish punë atyre, nuk po e theksoj fort, dhe njërë në muaj, po cimite në një qikë mishë mali, kur është mishë të pelen e gjirokase, mishë mali, quhet me të lëpirë në një kockë, quhet dhe thjodi. Kjo është piramida. Pra kjo është një përmbledhje përgjithshme për pjesën e piramidës. Po sa ndikojnë pesticidet dhe plerat kimike në shëndetin tonë afatgjat?
Shiko, ato janë kimike që ruajnë produktin në formën e një biznesi. Unë mbaj mend kur që isha pedagog edhe studentat bënin shaka si i thoshja, kur ke një mollë të bukur të madhe, ke edhe një mollë korçe me në një vrim, kështu, me në një vrim krimi. Atë merr, mollën e vrimës krimit. Se sa Pra këtë mollën e madhe e bukur që ka pesticid. le të themi që frutat që duken më të bukura në pjesën e jashtme nuk Po, janë aq të shëndetshme për rru, të konsumuar. po, e the vetë, e the bukur vetë. Ai rru nga ato. Rru nga ajo që janë standarde, që janë të mëdha, që janë ta zëm këto thoj çik, këto që ne blejmë në për tasa 2000 lekë, jo më në aferat, ajo tjetra, fruta, që ato janë të mëdha, ato në fakt e kanë origjinën të vogël. Këto pra, nesër mos, po më kujtohet mirë, kjo fruta që ne blejmë strawberries, lule shtrydhe. Lule shtrydhe. Lule shtrydhe është një frutë e vogël, që po ta marrësh në gjendjen e saj të egër, ajo është akoma më e vogël. Por le të themi e kultivuar në formë natyrale. Nëse e kultivuar me pesticide, ajo është ai pjesë. Ajo s'ka pikën e vlerës. E që do atë ti? Për çfarë do të jetë? Po, Tjetër, sepse shpesh fruta ahet në shikojmë që stin. gjejmë fruta dhe perime që janë jashtë sezonit të tyre. Këtë po them. Frutat në stin, të mbaj mend kur është, bile un kam shumë studenta që më thonë i mbaj mend porositë tua. Ajo ka 20 vjet që unë shpjegoja. Po nesër, edhe i thosha që si mund ta hash i rushin kilian, perujan, ta hash në dimër. Nuk ka pikën e vlerës, se vet trupi në 20.000 vjet, në 100.000 vjet e tjera, trupi është mësuar që kur del qershia e parë, ka nevojë për elementin litium të qershisë. Kur del pjeshka e parë, ka nevojë për elementin pjeshk. Edhe Zoti e ka gatitur që si ka mundësi me dorë të rregulluar. Sa mbaron njëra fillon tjetra. Si ka mundësi pra. Pra, trupi e ka mësuar elementin e vet që merr nga fruti në momentin në ditën e dur, as në stinën e dur, por në ditën e dur, që trupi është përgatitur një vit mezi e ka pritur qershin, pjeshkën, kumbullën, dardhën, mollën e verës, rushin, mezi i ka pritur trupi që të marrë vitaminat një në vit nga kjo gjeve që janë që është rushi vitja, apo që është shakiri. Ti ma është shakin maj, shakin në shtator, po nuk ka, më falë, shtator po, në shkurt, nuk ka kuptim. Kështu që edhe shakiri, a lëvën i rushit, rushi a lëvën i shegës, shega a lëvën i mollës, qershia a lëvën i pjesht, kajsia a lëvën pjeshtët, e mbrekullueshme. E mbrekullueshme natyra. Njeriu vetëm duhet i di e ti zbatoj. Ti njofi dhe ti zbatoj. Kaj duhet bëj njeriu. Nuk është ndonjë shkencë e madhe. Nëse ndalemi pak tek pjesa përveç pamjes së jashtme, si mund të dallojë një qytetar i zakonshëm një produkt që është cilësor apo është produkti përmbushur me pesticide, me aditiv? Shiko, ato që dallohen gjë njeriu, sado çdo lloj niveli kulture të ketë, ato dallohen. Po të paktën të bëjnë këtë, që frutat, zazhavatet, t'i lënë 1 minutë në ujë me sodë. Dhe ujë me sodë e heq komplet nga lëkura pesticidin e mbetur. Është llogaritur që heq deri në 95% të pesticidit nga lëkura. Pra, në çdo rast duhet t'i lajmë siç duhet këto produkte. Me ujë me sodë. Tjetër është që njeriu e taqëroj. Njeriu taqëroj frutën e tij sepse ndryshe brenda që mezi e ka marrë, ndryshe lëkura. Lëkura mban pjesën më të madhe të pesticidit. Sigurisht lëkura ka vlerën e saj, por në kushtet e sotme e detyruar ta qërosh. Mollën apo dardhën për mua, unë e qëroj për vetë. Tjetër gjë, një gabim shumë i madh që bën njeriu është prerja e bukës që merr, i cili aty do të bëj kujdes, i cili aty ai i zhduk vitaminat e bukës që në momentin e prerjes, plus që prerja është ndaluar me thika me hekur, me thika me sharë, të cilat mund të lënë edhe metale. Buka thahet kollaj, buka duhet ndarë me dorë. Buka e ka gjithë këto parametrat e gishtrive që janë terminalet nervore të kënaqësisë. Edhe buka ndahet me dorë. Shpeshherë, vetëm me dorë ndahet buka e tij. Një me rrobat e shtëpisë. Kështu që edhe kjo është një kujdes tjetër për mua. Që unë e them kaq herë, po njerëzit nuk dëgjojnë. Po. Atëherë me që jemi tek pjesa e kujdesit, sa rol luan toka ku kultivohet ushqimi në cilësinë e tij? Toka,
Shiko, sa rol toka luan e toka në pjesën ku kultivohet? toka njërë është mema, që i thonë dhe mitër, dheu mitër. Ta mëmë si mitra e gruas, e femrës. Pra dheu, toka të kuptim katra, që e merë e pjekë. Atë gjë që quhet Arban, domethënë që e bën arën. Prandaj quhet populli Arban, femeri i parë, populli shqiptar. Sepse e ka bërë arën qysh 10.000 vjet, ka përgatitur për tokë bujqësore. Ndryshe nga toka që është e serave, e cila ajo tokë e vrarë me pesticide, ajo mbet fertilitetin e saj, pjellorinë e saj. Prandaj thuhet tokë e pjellshme dhe e pa pjellshme. Pra vetë toka, si tokë, ka një rëndësi të jashtëzakonshme për të selitur, po e quaj, për të selitur bimën. Në kohën kur është në kushte sere, ajo të paktën mund të durojë 3-4 vite të serës, po duhet ndëruar tokë. Duhet hequr sera, duhet spostuar, edhe ajo tokë duhet rije lirë. Pastaj mund të prapë mbas 3-4-5 vjetësh. Pra, toka ka rolin sa pjellor, sa kryesor, po e ka dhe rol dëmshëm, sepse një tokë brenda serës e elmuar nga pesticidet që përdoren, që shplahen edhe që vënë tokë, toka e mban pesticidin atje. Atëherë ajo tokë duhet, ky është gabim shumë i madh, nëpërmjet emisionit edhe mund të themi diçka. Ky është një gabim i papalshëm për fermerët që mbajnë një serë 20 vjet, 30 vjet. Sera mund bëhet 3-4 vjet, largohesh në një vend tjetër, e lë tokën në natyrë të lirë, të plerohet vetë, të gjenerohet vetë, edhe vjen prapë me serë. Pra, kjo pyetja juaj është shumë pyetje që kërkon një përgjigje të efektshme, që duhet ketë me vërtet ndikim ke fermerët, ke popullata, ke qeverisja. Pra, sa pjellore toka, sa e mirë toka që gjeneron bimën e përgatit, aq edhe elmatisur është në rastin e serave. Kështu që do shumë kujdes toka. Sipas jush, a mendoni që ja vlen të paguash shumë për produkte që janë bio? Pra të paguash shumë dhe të hash më shëndetshëm? Po produkte bio, vetëm ato të egrat janë produkte bio. Ai sa do të thoj që është bio, do të thotë ka përdorur pesticid më pak. Jo se është bio. Po ai e përdor atë fjalën bio dhe aty përfiton që nuk ka bërë atë produktin e duhur, sepse çfarë është pesticidi, që në vend se të bëj pema 10 kg, bën 15 kg. Sepse rritet kokra më e madhe. Dakor? Ndërkohë që ai që e ka bio me pak pesticid, ai nuk ka 15 kg, por ka 10 kg. Sigurisht e ka çmimin, duhet ta bëj çmimin pak më barës ose më të lartë. Më të lartë që të kompensojë atë. Po jo siç abuzoj. Pra po thoni që në këtë rast edhe abuzohet me çmimet në rastet kur produktet nuk janë me të vërtetë bio, sepse siç e the, është shumë e vështirë për gjetur këto produkte. Është e vështirë. Për shembull, nëse kemi vaj ulliri, që kemi vaj ulliri normale ka një çmim caktuar. Po nëse është virgjine, që bëhet nga një ulli në kohën e dur, edhe nxjerr më pak vaj, është më i shtrenjtë. Po nëse është ekstra virgjine, që për 100 kg nuk nxjerr, për 100 kg ulli nuk nxjerr 20 kg vaj, po nxjerr 10 kg vaj. Edhe është ekstra virgjine, edhe është lloji ullirit që bën më pak vaj, por që është ulli që dilet në kohë, kërkon teknologji më të madhe, sigurisht dalin më shtrenjtë. Mund dalin 1.5 herë, 1.7 herë, po jo 3 herë më shtrenjtë. Pra, kjo është gjëja, edhe duhet pak më shtrenjtë, normal, sepse paguan atë që ka humbur, po jo në formën e abuzimit. Kjo është ideja. Sazan, a mendon që në Shqipëri ka kontroll të mjaftueshëm për produkte që shiten si organike? Jo, nuk mendoj që ka kontroll. Ne na ruan Zoti vajs, edhe mund kemi intuitën si popull, vetë e dim se ç'është kjo edhe nuk i besojmë 100% supermarketit, ne marrim dhe ke fshatarët dhe një farë rregullimi bëhet i shqisës. Ne nuk jemi situaj që çdo gjë në supermarket e kontrolluar, po edhe aty e ka vetëm që ka norma pesticidi. Po jo se është i pastër. Ka normë. Është i kontrolluar, po brenda normave të lejuara që nuk të bëjnë dëm të menjëhershëm, po të bëjnë një dëm afatgjatë. Këto janë supermarketet.
këto janë në supermarkete në fundit një sëmundje graduale është. Por të duket që e merr të paketuar, që nuk kanë vlera natyrore, në përgjithësi nuk kanë vlera bio, po në fundit, le të themi një qumësh në supermarket rron 6 muaj. Po pse rron 6 muaj? Ku qumëshi natyror rron 1 ditë, 2 ditë, se qumëshi është protein. Atëherë, më mirë një qumësh të fshatari me ndonjë, ndoshta me jo me pastërti 100%, me të pasterizuar, të homogenizuar e tjerë. Por aman, ai qumëshi që rron 6 muaj, ai ka një element aspartamus që e ruan e konservon. Po kështu ruhet edhe biskota, kështu ruhet edhe bombone, gjitha. Në këtë lloj mënyre ruhen të gjitha ushqimet, pra. Ja një sekond, aspartamus është lëndë kanceroze. Dhe ti në fakt nuk ti gjen gjë nga momenti, jo tretja, jo dalja jashtë, jo kapja e zenja e barkut e tjerë. Pra, nuk ti gjen gjë në moment, sepse ai rron, po rron me një element që të jep një kanceritet, një kanceritet në kohë gjatë. Prandaj, trupi është mësuar me ushqimet e sëmundjeve. A ndikon ushqimi i përpunuar në rritjen e sëmundjeve kronike? Këtë po them pra. Këtë aty është anke ajo, që ushqimi supermarket është ushqim që i paketuar bukur, i reklamuar bukur, po ka një element kimik pra, nuk rron dot ai, më tepër se 2 ditë pa elementi kimik brenda. Qoftë bulmet, qoftë djatë, qoftë bira, qoftë gjitha kanë element kimik brenda. Elementi kimik është kancer. Ndërkohë, që më mirë një birë artizanale që rron 1 ditë, 2 ditë dhe prishet, apo një qumësh fshatari që rron 1 ditë, 2 ditë dhe prishet, pra po prisht, ajo është bio. Sepse është protein. Dhe unë jam për këtë, që më mirë ke një fshatar, ai ndoshta në fundit kështu kemi rrojtur 20.000 vjet, 1 milion vjet njeriu, 2 milion vjet njeriu, ka rrojtur me produktin që ka gatuar vetë. Dhe për mua është më ushqyeshme, edhe nuk e sterilizon trupin, se ç'a ndodh. Në pamjet parë me supermarkete, trupi edhe sterilizohet, më bëhet i pastër, bëhet por është i pa përgatitur për të pritur një bakter në formë virusale kur vijnë viruset. Nëse një trup i mësuar me ushqimet natyrore, bio të fshatarit, është më i përgatitur për të kundërshtuar, sepse i ka disa element brenda, parazitët, këto shumë element të tjerë, mirë thash, parazitët, apo atë që kanë bulmetat përgjithësi, që e përgatisin njeriu për të mirëpritur ose për të kundërshtuar më saktë, për kundërshtuar ato viruse që vinë. Kjo është ndryshimi i ushqimit nga supermarketi që e bën njeriu gjysmë sterilizuar, i paaftë për të pritur faktor të jashtëm të dëmshëm, dhe i mësuar me bimet natyrore, me bulmetin natyror, që nuk rron gjatë, për tontit vesh 2 herë të blesh ke fshatari, një sot po dhe nesër po, edhe po je më i përgatitur. E kuptoj. Mendon që ka një lidhje mes mënyrës së ushqyerit dhe shëndetit mendor? Bravo, kjo është pyetje e bukur. Bile libri im për këtë është bërë. Dhe unë kam kuptuar që njerëzit që janë të ashpër në tavolinë, në shkuptim, që hanë si dera, në shkuptim, që duan t'i bien qylit, në shkuptim, që s'gopen as me kat para, as dytë, as tretë, në shkuptim, që po t'hapi frigoriferin, e kërkon frigoriferin plot. Bile edhe ku mungon ndonjë gjë, e ka mendën ke ajo që mungon. Pra, njerëz të tillë quhen greedy people, njerëz të pangopur, njerëz të pakënaqur. Të njëjtin tip që ai çfaq në tavolinë, e ke të sigurt që ai e çfaq në marrëdhëniet njerëzore. E ke të sigurt. Unë e kam studiuar dhe njeriu i ekuilibruar në tavolinë ha 1-2 gjëra. Aq njeriu, 1-2 gjëra. Si mbit në një të tretë, të vogël, kur është tavolinë e madhe, e shtruar. Aq njeriu. Nuk është çulaxhiti. Bile sa më shumë ta kursesh tjetrin. Kur ti e ke të sigurt që ai tjetri do të qerasi, mund të jesh kurse. Nëse ai tipi tjetër, ai ku ta xhvasi atë, se ka sigurt do pagoj ai pra. Edhe arron që i bën dëm vetes. Duke ngrënë më shumë, disa pjata, dhe ai është tamaqar si në ngrënie, është në mendim. Sepse mendimi në tavolinë ja jep të tamaqardhën. Edhe ai mendim që ja jep në tavolinë, ja jep edhe në marrëdhënie. E përditshme. Dhe unë e kam studiuar dhe kam zbuluar shumë shokë e miq që siç janë në tavolinë, janë edhe në mendime.
Në e kundërta, që unë për vete e zbatoj, jam shumë i kujdesshëm tavolinë, mundohem sa më pak edhe e arri, dhe kjo mënyrë e ushqyerjes, që ju po pyesi, ka qerë, më jep edhe ekuilibrin mendor, që nuk më zidem, që e fal tjetrin, që nuk mbaj mëri gjatë, që jam mirë me veten, ndihem qetë me veten, që flet gjumë të rahatshëm, që ndihemi i kënaqur sepse ushqehem pak dhe ket arshëm. Pra shumë gjëra. Dhe ekuilibri në ushqim, përgjigje e fundit, jep ekuilibër mendor. Kaq. Ekuilibri në ushqim jep ekuilibër mendor dhe shpirtëror. Bile dhe yoga, unë jam marrë këtu 25 vjet, vitet 2000, edhe ai e thoshte, ai guruja, që nuk mund të sigurosh, prandaj dhe është ushqimi vegetarian, që ti jesh i ekuilibruar në ushqim, në ushqimet që quhen të gëzuarat, sentient food, ushqimet të gëzuara. Edhe këto t'japin mendime të gëzuara, të bëjnë më rinort, më të freskët. Pastaj vinë ushqimet të përziera, mutual food, që janë edhe të gëzuara, po edhe pak të serta, të ashpra. Dhe ushqimet e treta, që quhen dual food, do të thotë ushqimet të ashpra, dull food, ushqimet të ashpra, mishi, patate skuq, rakia. Po mund të pishin tek raki të bën der, të bën mirë, gjys tek raki. Një teke të bën mirë, po dy teke të bën dëm. Po, ja kështu është edhe pija, edhe vera, edhe ushqimi, një gotë verë bën mirë, bile asnjë gotë, po gjys gotë të bën mirë. Një gotë çka? Po dy gota verë bëjnë dëm. Dhe në të tim njerëzit ulën një shishe verë edhe mburët që piva një shishe verë. Ajo të bën shumë dëm, sepse e pson ceroza në mëlçi, etj. Pra, ekuilibri në ushqim jep dhe ekuilibër mendor. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.